Abu Rafi' ka qenë një kundërshtar i egër i profetit sallallahu alaihi wasallam. Ai satirizonte profetin, shante profetin, fliste kundër profetit, nxiste njerëzit kundër profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për luftra kundër profetit. E ka pasthyer marrëveshjen e paqes me profetin ton sallallahu alaihi wasallam dhe ishte bërë armik lufte. Profeti sallallahu alaihi wasallam, si i dërguari i Allahut, po edhe si i parë i shtetit islam, dha urdhër që ky armik të ekzekutohej, që muslimanët mos ishin më në rrezik prej tij dhe planeve të tij. Edhe ka dërguar për këtë mision një grup sahabësh të drejtuar nga Abdullah ibn Atik. Shkojnë te kulla e këtij Abu Rafi'it, edhe Abdullah ibn Atiki bëri një manovër për të hyrë në kull. Në mbrëmje, kur do të mbyllej porta e kullës, u shtir sikur ishte njëri nga personeli, edhe u fut brenda në kull. Priti derisa ra mirë errësira dhe priti pastaj derisa u qetësuan njerëzit e kulla. Ka përmendur se e kaluan një pjesë të natës duke biseduar Abu Rafi'i dhe miqtë e shokët e tij, derisa u qetësuan dhe u fikën dritat. Pastaj filloi t'i hapi portat njëra pas tjetrës. Kishte mësuar dhe çelësat ku ishin, derisa arriti tek dhoma ku ishte Abu Rafi'i në kull. Dhe arriti që ta realizonte planin, e ekzekutoi edhe pastaj filloi të dilte. Sa herë që dilte e mbyllte një portë, që të mos mundeshin që ta kapnin. E mbyllte portën. Derisa arriti tek shkalla e kullës për të zbritur në tokë. Ishte natë me hënë, edhe hodhi këmbën, por shkalla ishte fort e lartë, edhe ju thy këmba. Tërhoqi këmbën zvarr derisa doli tek porta e kullës. Aty ishin shokët e tij, e morën dhe shkuan në Medinë. Por këmba ishte thyer tek kërciri. Kështu thot. Shkon ke profeti, ja dha profetit lajmin e gëzueshëm. Profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ubsut rijlak", i tha shtrije këmbën. E shtriu këmbën, ja fërkoi profetit sallallahu alaihi wasallam dhe thot në momentot mu ngjit këmba dhe mu shqetësuan dhimbjet, s'kisha asnjë. Këtë hadith e ka sjell Buhariu në Sahihun e tij. Shërimi i të smurëve me lejen e Allahut subhanahu wa taala është një nga mrekullitë e profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Kjo është një ngjarje, ky është një rast. Abdullah ibn Atik kishte qenë në një mision në rrugt të Allahut. E kishte kryer misionin, i kishte ndodhur kjo gjë. Allahu i lartësuar deshi që atij dhe shokëve të tij të tregonte edhe një nga shenjat, një nga argumentet e profetësisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është shërimi i të smurëve. Këtë ngjarje, siç e thash me fjalë, këtë ngjarje e ka sjell Buhariu në Sahihun e tij. Allahu shpëlbej me të mira. Alhamdulillahi rabbil alamin.